Nisis një proces drejtësie për t'i hequr re të zeza Kosovës dhe po shihet sipas observuesve që po përfundon shkitin e diçka krejt që ka të bëj, po ta marrësh kontingjentin e dëshmitarëve të prokurorisë, diku rreth 270-80, 115 prej tyre nuk kanë marrë pjesë fare në gjykatore. Ata kanë depozituar dëshmitë e tyre me shkrim për fat e keq. Edhe paneli gjyqësor ja ka miratuar prokurorisë këto dëshmi si prova. Pavarësisht në vendimin përfundimtar ata mund edhe t'i hedhin poshtë, por t'i pranosh aq me lehtësi provat që i propozonte prokuroria nga dëshmitar që zvinin për dëshmuar etj, kjo flet të qartë për një qëllim politik të kësaj gjykate speciale. U politizua gjithë procesi, sipas atyre që kanë observuar. Pikrisht, po ta shikoni procesin gjyqësor, ose po ta keni ndjekur në vazhdimsi, ju do ta krijonit këtë përshtypje që në kryet herës. Për shembull, mund t'i numëroni shkelet kryesore që ka bërë trupi gjykues bashkë me prokurorinë, e cila po ashtu sipas kritikëve nuk dalloi edhe aq shumë. Ishin në një trajektor, një kurs që ndoqën ajo që është një shkelje flagrante dhe një nonsens juridik, është se prokuroria kur nuk arrinte ta provonte barrën e provës. Se barra e provës i takon prokurorisë. Nuk mjafton ti ta pyesësh një dëshmitar i cili të përgjigjet, thot unë këta persona nuk i kam takuar ndonjëherë, bëhet fjalë për katërshën e madhe të QK-s, por unë kam dëgjuar se filani në filan fshatin ose në filan zonën ose është rrëmbyer, ose është rrahur, ose është ku ta di unë marr peng. Kjo është dëshmi që nuk kalon kuptimin juridik sepse nuk është e faktume. Nuk mundesh ti nëpërmjet një dëshmitari që vjen në gjykatorë dhe tregon çka ka parë edhe çka ka dëgjuar nga të tjerët. Dëshmitari është dëshmitar vetëm kur ka përballje të drejtë për drejtë me të pandehurit, kur të pandehurve ju thot në sy se ju më keni vrarë ose më keni marrë peng. Dhe për këtë unë kam edhe këtë dëshmitar që e di. Kjo s'ka ndodhur. Asnjëri nga dëshmitarët e prokurorisë, asnjëri nuk i ka alokuar emrat të pandehurve Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, se ata ju kanë bërë një diçka këtyre. Kjo prokurori do me thënë, këtu ka shkit përfundimisht dhe ka ra prej dhe ka ra në kurthin. Po për trupin gjykues ç'thoni? Trupi gjykues nuk ka qenë i paanshëm. Në një anë me prokurorin. Pikërisht shpesh herë ka ndodhur.